Siç njofton kryetari I OVL-së së UÇK-s në Prizren Isa Berisha në takimin që kanë pasur me drejtoreshën e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, na informojnë që edhe këtë vetë kanë mundësuar për fëmijët e veteranëve që vijojnë mësimin në shkollat e mesme, do të jenë përfitues të bursave duke mos përcaktuar ndonjë kriter. Ne jemi falënderues ndaj këtij vendimi dhe vlerësojmë këtë përkujdesje ndaj kësaj kategorie të çmuar të kombit. Dokumentat që duhet të sillen në zyret e OVL të UÇK-s janë vërtetimi nga shkolla, kartelën e prindit që është veteran dhe xhiro llogarinë bankare, nxënësit ose të prindërit. Edhe për invalidët e luftës së UÇK-s Dega në Prizren që kanë fëmijë në shkollë të mesme, njofton Burim Shala. Kryetari I SHIL-s të UÇK-s Dega në Prizren tha se nga data 10 mars 2025 deri më 31 mars 2025 na njoftojnë se fëmijët I keni në shkolla të mesme. Komuna e Prizrenit edhe këtë vetë ndan bursa për fëmijët e invalidëve të luftës së UÇK-s Dega në Prizren. Ne I falenderojmë kryetarit të komunës së Prizrenit zotërisha Gjirtotaj dhe drejtoreshën e drejtorisë së arsimit Luljeta Veselaj Gutaj. Dokumentet që duhet na dërgoni, certifikatën e lindjes së fëmijës, vërtetimin që është në shkollë të mesme, kartelën kopje të invalidit me afat, konfirmimin bankar të prindërit ku duhet të transferohen mjetet. Kështu komuna e Prizrenit ka shtuar kujdes për këto kategori që janë shumë meritore.